Është njerëz do më thonë, dështojnë jo shkoku i mundësive që si kanë, po shkoku i mentalitetit që ata e kryojnë. Do më thonë, pavarësisht që dikush e din që duhet më kujdes për shëndetin e ti, e din që realisht duhet me konë, aj ju nënshtrohet mendime të tjerve dhe ndoshta për shembull ka jon 5 shoqe, njëna ka fillu me më ushqy shëndetshëm, me ushtruar tash kur dalin në mbrëmje, ajo pin ujë, tjerat pin birra, pin alkool, pin pije ndryshme, edhe ato fillojnë me vrejt atë dobësinë e tyre, shumica. Do më thonë, pse na nuk pëbojmë këto si kjo, edhe ato fillon ai keq kuptimi. Për shembull, ka prej njerëzve që ndikojnë keq. Po kjo është ndikim ose ndryshim që pozitiv që të vendosë në momentin që ti fillon me bo një ndryshim pozitiv, ti ki me pas rezistencë prej tjerve. Shkoku që aty në ja kujton ato që ata e në dopt, ja kujton ato që ata s'jën duke bë. Edhe ty të pengojnë. Do më thonë, ka raste që ajo vojza në fjolla e len, do më thonë, fitnessin krejt, e len të ushqyret të shëndetshëm, shkoku që kur del me shoqe nuk donë mu dalu prej ty në dhe mu bo tem diskutimi. Do më thonë, kjo ndikimi jo vetëm që ka ndikim psikologjik, po ka ndikim edhe fizik, se automatikisht në momentin që i len ushqimin, ti edhe fizikisht je duke dëmtu veshë. Një person e din që është e shëndush, po thamë kështot ma gramatikës e trosh, katonuar që pse është e nevojshme që one më shku mi thonë më falje e trosh është më dëpsu. Pse me ashtu asaj? Po pse mos me këshillu? Ajo e din vetë më rajo. Po e din, po të paktën ka njerë duhet, unë menoj që çdo kritik që ma bon dikush, ose unë nuk e pranoj si negative, unë e shoh, a është për të mirën tem, e kjo është një prej traumave që na i kemë si shoqërinë. Momentin që dikush të këshillon, pavarësisht në mirës. A i ke marrë dikon t'i veçmas edhe me i thonë, po më pengon, s'më pengon. Jo, vetë një qinta aty je edhe i thu, valoj e trash. Po tash dikush nuk din ma mirë me këshillu. Nuk din ma mirë më s'fëlheq. Nuk din ma mirë më s'fëlheq. Para gjykim, po besoj këto të dyja dalojnë, ka gjatë. Dalojnë, normal. Po na duhet me marë të dyja të njëjtë, do më thonë nëse ne shohim që ajo këshill ose kritik është për të mirën tonë, na duhet me marë si pozitive. Do më thonë, nashta dikush ty të qaset në mënyrë negative dhe ti ju falenderosh, ju falenderit shumë, se për një me pas na nevoj me bo qa ndryshim. Kjo edhe mundet me ndiku pozitivisht edhe ati me ndru qasje ndaj te, po ndodha që si ndikon, po unë jam shumë pro këshillave dhe kritikave, po e përsëriti. Shpeshar thëmë, kom që më mdojnë dikush kritika, mënyrën që shumë të moderu, mënyrën që është nështa e kemi arru një rubrikë në emision, nëse qka do qoftë kritika dhe këshilla dhe që që nga të volna. Amo, më të kritiku, më të ofendu në pjesën e dukës që nga ka folë Zoti, është sa një ma idiotesk që mundet me e bo dikush. Qa kom fajone që e kom balin e madhë, për shambull që ma bojnë e ki balin sa për një parken, ka një unë i thëmë se disa kjere mundet më mbizon balin tem, ose për pjesën e gojës, ose diçka tjetër, s'po temi për pjesën e dukës, nështë ta që dikush është pak ma e plot, dikush ma pak e plot, shpesh mujna me baj gore mes shëqnis, po pra po thamë njëra se që shja thu, se na nuk kena tu jetu me një shëqni, na kena e na tu jetu me një shëqni që halo kanë komplekse, e kanë problem, unë i thamë ajde bojna një video në TikTok, jo se më keshin njerë, se e din automatikisht në TikTok-un tem ka loj njerit që komentojnë. Janë qaq nuk janë të lirë asë një video me e ba, nuk janë të lirë mirën që është ecin. Për shembull, unë jam person që jam shumë pa komplekse. A din sa vështirë me jetu në Kosovë një njëri pa komplekse. është shumë vështirë. Një valle që të rrugës më të tekë me bathurin pas ka lujt. E le mo sa në të tjera, po është realitetit që ke. është shumë vështirë me jetu një person pa komplekse, se jena të jetu me një shëshni që te për kanë komplekse. Qysh banë që të komplekse? Pri mendimeve, pri shikimeve, pri komentimeve të njerëzve tjerë, nuk i lojnë me jetu një person qysh dënë vetë. Se më njerë kanë më të komentu. Pas ka lujt, që kjo vesh kështu, që a i bani ashtu, kjo më dërej kështu, edhe që shtot kriot edhe jetesa në përgjësie njerëzve me komplekse. Edhe nuk janë të lirë me jetu, me mendu, mënyrë, a je i lirë me dhani me nem të taman dikujna, me i thonë. Po... Si je i lirë, se asë personi tjetër s'ta pranan. Unë i tha mirë se s'jep ma një me nem qysh po duk. Në momentin që kjo më kritikon, unë e minjarë kom i mitë në qafë. Se nuk kena të pëllirë me i marë komentet e njerëzve. Po kjo është qështje edhe shkoku i mënyrës që shjena rritna. Ka raste kur dikush qatë shumë ka pos presion prej familjes vetë, prej prenderve ose vllot ma të vjetër që jena konë të obligum me ndëgju, dikon që u konë ma vjetër, në më thonë ti vazhdimisht je detyru me ndëgju ata, vazhdimisht je detyru me pranu kritika, ndryshme jo s'pe bon mire, bon e keq,
rritin shpinë apo shkojmë atje, tash dikush kur po pavarësohet dhe në atë pikën që pe arrit atë moshën e pjekurisë, soj përket moshës, atëherë aj po bëhet pak ma eger. Do më thonë, momentin që dikush pe kritikon, aj mo nuk po mundet me përbalu atë kritikën shkoku që aj të njetën si i vogël e ka përbalu, tash dënë mos mu kritiku. Do më thonë, ashtë atë e këshillon, aj e merë si kritik. Edhe kjo ndikon. Po ka edhe raste që dikush ju ka jap fjalla kur mu shprej, tash aj në mënyrë të shfrenu me shprejet, mendon që duhet me jap mendimin e lirë, pavarësisht nëse aj mendim është i dëmshëm për shoqëri, aj e shes si mendim të lirë. Edhe do më thonë, folë gjëra që në realitet tjertë i dëmtojnë.